Po më keq se detyra e parë e deputetëve është kjo, na du të marrë në seancë, për shembull tash me 1 maj që i kanë vendosur seancën, prap mungoj. Unë jam ish komandant i zonës Duka Gjirë, për shembull me 1 maj kem përvjetuar në agim Selmanaj, janë bërë organizime, janë familjarët e dëshmorëve, duhet me qenë aty. Pra kjo mungesa ose imja ose dikuj që ndodhë, se sot edhe kryetari Avdigjiku nuk ishte këtu, edhe pash edhe mungesa tjera, nuk janë porosi, pra sot me i marrë që porosi, qëndrimi s'ka ndryshu, unë besoj që vetëvendosje e ka mundësin, pra me krye këtë përgjësi, me qenë që edhe i kemi dhonë opcion, pra për kandidatura unifikuse, potencialisht tjera, edhe shpresoj që në seancën e ardhshme pra do ta propozojnë një kandidaturë unifikuse. Zotri Lima i thotë që duhet bëhet me një koalicion, a është një partirje hapur e tij kundër Albin Kurtit për me thirrë për një bisedim për koalicion të mëshëm? Këto i diskutoni me te, ajo që dim nga ana e jonë, ne jemi treguar të hapur për komunikim me kryesuesin e seancës, rreth çështjes së kandidaturës pra për kryetar të kuvendit. Edhe shpresoj, po e them edhe një herë, që në seancën e radhës do të ketë një kandidaturë që na bashkon. Ne në ndërkohë pra kemi pas dëshirë që të jetë i konstituuar kuvendi, edhe për thëndetën s'është një situatë e mirë. E vërtet është se partitë politike kanë qëndrime, mirë po ne kemi dhënë zgjidhje, pra kemi dhënë opcion me dalë prej kësaj situate, me një kandidaturë që është e VV-s, po që mund t'ja dikush që i mbledh votën. VV në këtë rast du t'i kalkulon mirë përgjegjësitë e veta, nuk është se ata kanë vetëm një person për një punë, nëse kanë dikën tjetër le ta ofrojnë. Në rast se vazhdon bllokoda vullneteja, do jesh i gatshëm për zgjedhje? Është e dhimbshme nëse çojmë vendin zgjedhje, pasi kemi mbaj zgjedhje dhe ka njerëz zgjedhur, ne edhe kemi dhënë betimin si deputet, nuk do të ishte në rregull për Kosovën. Zgjedhjet janë zgjidhja e fundit, pra edhe ato normal që janë zgjidhje, po ne duhet ta bëjmë pamundshmën që me e kaluar këtë situatë. Ju e vërejtet nuk po duam ju tërheq vëmendjen, po 2 herë mbrana pak ditëve, djali i presidentit Trump ka ardhur në Beograd, është prit nga presidenti i Serbisë. Kjo nuk është pak, pra nuk është pak për rajonin. Situata e Kosovës e këtillë, pa institucione, edhe pa partner për relatet tonë është e rrezikshme, sepse proceset ecin edhe pa ne. Kur ecin pa ne, nëse si në tavolinë jenë meny, pra ne do të bëjmë kujdes, kjo propozimi deputetit tonë, Bek Berisha është edhe propozimi i grupit tonë parlamentar, i kem dërguar edhe letër kryetarit Prishtinës, zotit Përpajim Rama, njëkohësisht kam biseduar me te po ashtu, edhe ai ka mirëprit idenë që një nga sheshet kryesore Prishtinës, pra të emnohet me emrin e presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, pra Donald Trump. Çka do të ishte kjo në një farë mënyrë, do të ishte që edhe në këtë situatë nështë atë pa definume tjetës tonë nacionale, Kosova nuk haron se ku e ka adresën, ku e ka shpresën, edhe për kuj presim mbështetje në për proceset që po kalojmë, po mendoj që do të ishte një lajm i mirë për Kosovën këtë situatë, pra derisa ne jemi në një blokadë të brendshme, të dëshmojmë se nuk e kemi harruar orientimin, nuk e kemi humbur shpresën edhe presim për presidentit Trump mbështetje për Kosovën. Faleminderit.